Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Serbia duhet të pranoj realitetin dhe të njohë pavarësinë e Kosovës. Kështu ka deklaruar Ministri Punëve të Jashtme Glauko Njufca në seancën për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai tha se normalizimin e marrëdhënieve po e pengon Serbia, duke mos hequr dorë nga veprimet destruktive në raport me vendin tonë. Konjufca theksoi se shteti serb mban përgjegjësi për sulmin në Banjsk, për çka shumica e përfaqësuesve të shteteve anëtare të OKB-s ranë dakord se përgjegjësit duhet të sillen para drejtësisë. Kryediplomati Konjufca tha se gjithashtu se Kosova është e përkushtuar ndaj stabilitetit dhe bashkëtesës me komunitetin serb. Në seancën për Kosovën, SBA ka ripërsëritur kërkesën për mbylljen e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti ka theksuar në Londër rëndësinë e anëtarësimit të Kosovës në NATO dhe në Bashkimin Evropian, derisa informoi për kërcënimet nga Serbia me mbështetjen e Rusisë. Gjatë vizitës në Mbretërinë e Bashkuar, Kurti është pritur nga sekretarja për punë të jashtme Yvette Cooper, me të cilën foli për investimet në mbrojtje, ushtrimet e përbashkëta dhe bashkëpunimin për trajnime dhe mbështetje ndaj Ukrainës. Ai përsëriti 3 parakushtet për vazhdimin e dialogut me Serbinë: dorëzimin e kryekriminalit Milan Radojčić, tërheqjen e letrës së ish kryeministres Brnabić dhe nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit, duke konfirmuar përkushtimin për normalizim të marrëdhënieve përmes një marrëveshjeje ligjërisht obliguese. Në Londër, kryeministri Albin Kurti është takuar edhe me presidentën e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim Odil Baso, me të cilën kanë diskutuar për forcimin e bashkëpunimit dhe zhvillimin e projekteve infrastrukturore dhe ekonomike në Kosovë. Kuvendi i Kosovës mban sot seancë plenare. Deputetët do të votojnë fillimisht për rendin e ditës në përpjekje për t'u hapur rrugë votimit të pikave të tjera të rendit të ditës. Për seancën e sotme janë paraparë dhe 4 marrëveshje ndërkombëtare, të cilat kishin mbetur pa u ratifikuar në seancën e kaluar për shkak të mungesës së kuorumit. Kryesia e Kuvendit të mërkurë nuk ka arritur të miratojë rendin e ditës për seancën e sotme, për shkak të mungesës së dakordimit mes grupeve parlamentare. Përplasjet politike u fokusuan te rezoluta e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës për mbrojtjen e vlerave të luftës së viteve 1998-99 dhe trajtimin e viktimave. U shënua 18 vjetori i Kushtetutës së Kosovës, e cila garanton të drejta dhe liri për të gjithë qytetarët. Gjatë këtyre viteve, gjykata kushtetuese ka luajtur rol kyç në mbrojtjen e aktit më të lartë juridik të vendit, duke vendosur mbi zgjedhjen e presidentëve, marrëveshje dhe mandate që kanë formsuar stabilitetin demokratik. Gjykata ka konstatuar gjithashtu shkelje përfshirë zgjedhje jashtë parimeve kushtetuese të presidentëve, ligje antikushtetuese dhe procese të rëndësishme që lidhen me politikën e vendit tonë. Janë bërë 27 vjetë njërës nga betejat më të rëndësishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për çlirimin e vendit tonë, betejës së Kosharës, vendi që edhe këtë vit mblodhi udhëhec shteti e të partive politike, por edhe ata që ishin pjesë e kësaj beteje të lavdishme. Në shënimin e këtij përvjetori u tha se pa betejën e Kosharës, historia dhe fati i Kosovës do të ishte ndryshe. E përpos Kosharës, në pranverën e vitit 1999, beteja të ashpra po zhvilloheshin edhe brenda Kosovës në një përballje të pabarabartë mes UÇK-s dhe forcave ushtarake serbe. Njëra ndër to ishte edhe ajo në Ratoc të Kaçanikut, ku ran heroikisht 28 dëshmorë
ndërsa 32 martir u vranë nga ushtria dhe policia serbe. Në përvjetorin e rënjës së tyre u tha se sakrifica të gjithë dëshmorëve është gurthemeli i këtij shteti. Institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë një aksion në komunën e Graçanicës për të larguar flamujt e Serbisë, të cilët ishin vendosur në hapësira publike në kundërshtim me ligjin. Ky aksion është ndërmarrë nga Ministria e Pushtetit Lokal në koordinim me autoritetet përgjegjëse për rendin dhe administrimin komunal me qëllim të respektimit të ligjit dhe përdorimin e simboleve shtetërore në territorin e Kosovës. Të nderuar shikues, ndoshët lajmet në RTK, bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.